Në ambientet e Universitetit të Shkodrës, Luiç Gurakuqi u zhvillua sot një takim në kuadër të forumit Engage Europe për të rinjtë dhe demokracinë, një nismë evropiane që synon forcimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën demokratike dhe vendimmarrje. Albana Buriqi, koordinatore e projektit, prezantoi metodologjinë e punës dhe grupet tematike. Engage Europe përbën një projekt të rëndësishëm pasi krijon një hapësirë ku qytetarët dhe veçanërisht të rinjt mund të kalojnë nga pozicioni i një vëzhguesi pasiv të BE-s në një kontribues aktiv në formulimin e politikave të saj. Për qytetarët dhe të rinjt, ky projekt ofron mundësi për të dëgjuar, për të fituar përvojë në konsultimin publik, në kërkim, në dialog, advokim dhe bashkëpunim evropian. Të jesh pjesë e Engage Europe do të thotë të lidhesh me të rinj, mentor, ekspert dhe institucione nga vende të ndryshme. Prandaj cili do prej jush që është bërë pjesë e Engage Europe Community do të përfitojë jashtëzakonisht shumë nga ky projekt, në mbi të gjitha do të krijojë një rrjet bashkëmoshatarësh të gatshëm për të angazhuar në formulimin e një politikave sa më demokratike dhe sa më afër nevojave të rinjve në Bashkimin Evropian. Zëvendës rektore e Universitetit të Shkodrës Eliana Laçej, si dhe pedagogja Zemaida Mozali, theksuan rëndësinë e nismës për fuqizimin e zërit të rinjve dhe nxitjen e angazhimit qytetar. Nuk e di nëse në këtë auditor sot këtu ka vetëm studentë Universitetit të Shkodrës, apo kemi edhe të rinj të tjerë të përfshirë të qytetit. Pasi do të ishte me vlerë që të ishte një përzierje e tillë, pasi projekte të tilla janë projekte shumë të rëndësishme, shumë domethënëse, shumë ndjellëse, sidomos në kohën në të cilën ne po kalojmë. Janë projekte të cilat shohin të ardhmen, janë projekte të cilat janë më shumë për rinin se sa për një të tjerët, janë projekte të cilat janë më se aktuale në ditët në të cilat po jetojmë dhe në ato çfarë shpresojmë që të realizojmë. Vlerësoj projektin ose programin SIDEV dhe vëmendjen që ka ndaj Shkodrës, sepse kur jam në Tiranë, gjë që edhe manifestoj në momente të ndryshme, xhelozohem në thonjza paksa, sepse më duket sikur programet dhe projektet në përgjithësi meten në Tiranë, ndërkohë që mendoj që qytetet të tjera, sidomos universitare, me një numër të madh rinor, konsiderueshëm, meritojnë që të kenë vëmendje nga programeve dhe uroj që këta të shumëfitojnë në vazhdimsi. Takimi u zhvillua në bashkëpunim me akademinë dhe aktorët lokal, duke synuar të krijojë një platformë të qëndrueshme për dialog dhe bashkëpunim mes të rinjve dhe institucioneve. Në përfundim u theksua se iniciativa të tilla kontribuojnë në rritjen e pjesëmarrjes qytetare dhe forcimin e demokracisë gjithëpërfshirëse në Shqipëri dhe më gjerë në Evropë.